Brenda 2 ditësh pësoi 12 arreste kardiake, ndahet nga jeta aktoria e njohur e Netflix. Milena Brandao, e njohur në Brazil për pjesëmarrjen e saj në serialin e njohur të Netflixit Sindonia, vdiq të premte në një spital të San Paulos pas disa episodesh arresti kardiak, konfirmoi nëna e saj. Vajza e vogël përjetoi dhimbje të forta koke të mërkurën dhe u dërgua me urgjencë në spital. Brenda një periudhe 2 ditore, ajo pësoi gjithsej 12 arreste kardiake, sipas mjekut që e trajtonte. Mjekët ende nuk më kanë thënë saktësisht se çfarë i ndodhi vajzës sime dhe çfarë e vrau atë, tha nëna e saj. Thais Brandao për rrjetin brazilian të lajmeve gënjë. Simptomat e para filluan me 24 prill, me aktoren e re që ankoi për dhimbje koke, dhimbje këmbësh, përgjumje, humbje të oreksit dhe episode të fiktit. Gjatë kësaj kohe, ai vizitoi një qendër urgjence dhe 2 spitale shëndetësore në San Paulo. Fillimisht mjekët dyshuan se ishte një infeksion nga ethet e dengues, por testet e mëvonshme zbuluan praninë e një tumori në tru. Milena Brandao vdiq 9 ditë pasi u shfaqën simptomat e para të rënda. Lajmi ka tronditur skenën artistike braziliane, ku aktoria e re ishte veçanërisht e dashur. Thais Brandao shkroi në rrjetet sociale për vdekjen e vajzës së saj. Në orën 02:05 humbëm vajzën tonë të vogël, por jam e sigurt se ajo është në krahët e atit ton të plotfuqishëm dhe në një vend të mrekullueshëm për të luajtur. Kujtimet që ndam së bashku do të mbeten përgjithmonë në kujtesën time dhe nuk do të harroj kurrë gëzimin tënd, i cili solli dritë për të gjithë përreth teje. Vajza ime e vogël, mungesa jote e gjithmonë po më rëndon dhe e di që do të më mungosh edhe më shumë në ditët që do të vinë.